direkte si rrjedhoje punës goxha intensive me pjesën e deadline-eve, mos ushtrojnë presion shumë të madh, ndoshta edhe psikologjik mbi punonësit, që ata ta perceptojnë këtë si terror, pra. Domethënë, mos i bëhet puna gati e pamundur. Por dhe presioni më i madh që bie, patjetër bie mbi ata që kanë edhe punën ekzekutive, që janë në nivel specialistë dhe në nivel përgjegjësish. Kështu që në këtë pikë domethënë nuk duhet ta trajtojmë një çik më me ndjeshmëri dhe patjetër që raporti ka të dhënat e veta, jep qoftë anët pozitive dhe negative të mënyrës funksionalitetit të administratës publike, por mënyra se si interpretohet në media të jep përshtypjen jo po terror deri në vetvrasje etj. Kjo është absurde, domethënë ta themi, sepse ne e kemi të jetuar dhe nuk shkon deri në këto përmasa. Por patjetër ka vend për përmirësim, qoftë në kuadër të transparencës, të efikasitetit, të produktivitetit, të mënyrës se si funksionon. Të ndosë për të thënë dhe pak hapësirë për frymarrje vetë administratës dhe edhe nga rekomandimet e ekspertëve të huaj, të paktën në kohën kur kam qenë pjesë e administratës, kanë qenë ekspertët e Bashkimit Evropian, të cilët thonë që është mirë të zhburokratizohet pak administrata shqiptare, që do thotë nuk ka pse të ketë kaq shumë hallka. Flasim për ministër, për sekretar përgjithshëm, për shef kabineti, flasim për drejtor përgjithshëm, flasim për drejtor, për përgjegjës të sektorit dhe pastaj për specialistin. Specialistit këtu, pra, kjo që interpretohet, pra, si mund të interpretohet raporti, është që specialisti nuk ka shumë frymarrje, sepse i ushtrohet presioni vazhdueshëm nga gjithë hallkat. Dhe ajo që duhet Komisioni Evropian thotë është zhburokratizojeni administratën publike. Jo të na dalin edhe të na thonë që këtu ka regjim terrori, se s'është kjo. Ideja është që ne e dimë që në çdo vend pune presioni më i madh bie mbi ata që bëjnë punën. Praktikisht punën më të madhe. Kështu që le të themi që edhe administrata publike, po dhe sistemi privat, dhe duhet të funksionojë në bazën e eliminimit të hallkave të panevojshme, në mënyrë të tillë që në një farë mënyrë punonësit ketë frymarrje, punonësit ketë orare, për shembull të shkurtohet pak orari i administratës publike, sepse efikasiteti i punës nuk është nga ora 8:30 deri në 4:30. Jepet liri që ata të bëjnë edhe të kenë mundësi për shembull të bëjnë edhe punën e tyre part-time, të ketë ndryshime, reformimi për lehtësim të punës së grave në administratën publike, që mbajtë barrën e familjes etj. Të lejohet një orar pushimi ku për shembull punonësit e administratës kenë mundësi, sepse çështja e orareve është bërë një stres dhe një tmerr i paparë për ata. Pra, të kemi reform për ta facilituar punën, por në fund të ditës, puna e administratës publike, dhe po ta them si një person që e ka jetuar, nuk është për të gjithë. Dhe këtu t'jemi të qartë. Pra, presioni punës është i lartë, ajo po themi ngarkesa dhe hapësira për shembull e volumit të punës është shumë e madhe, oraret janë të zgjatura dhe puna kërkon nganjëherë edhe punë jashtë orarit zyrtar. Kështu që sepse ne kemi trajtuar gjithmonë administratën publike sikur është luks, po në administratë publike, por nuk është fare luks, se ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme, ka një ngarkesë shumë të madhe. Dhe kjo, pra ky raportim në survey i punonjësve që janë marrë si kampionim dhe ka qoftë subjektivizëm dhe marrë zgabimi brenda në rrethana dhe vështirësitë e punës nganjëherë edhe duke marrë konsiderat që janë pak punonjës që bëjnë shumë punë. Më kupton? Atëherë patjetër që do kemi një raport të tillë, por jo se administrata publike nuk ka efikasitet. Apo nuk ka patur element për të vlerësuar në atë që është bërë mirë në administratë publike. Dhe duhet thënë se përpara afërsisht 10 vitesh, nuk mund të merrej në konsiderat fare ajo që po ndodh sot në administratë publike, që t'i jepej shansi të rinjve të futeshin etj. Por unë mendoj që duhen ligje, duhet ndryshuar dispozitat ligjore, duhet bërë reformë e re administrative, pra administratës publike, dhe përveç pra reformës që flasim sot administrative territoriale dhe reformës zgjedhore, duhet ketë në administratë publike një reformë e cila të shkojë ka jo vetëm efikasitetit punës,
por vigjita të shkojnë ka të drejtave të punojësve që ka dhe kodi punës në fund të ditës. Në fakt, Arsita, në këtë raport përmendet edhe fakti se ankesat e nënpunësve kanë shkuar deri te kryeministri, por sipas dëshmive të raportit, sigurisht ato janë kthyer mbrapsht tek ministrat përkatës, duke sjellë teksohet një hakmarrje dhe presion edhe më të madh. Sa reale është këtë? Unë di që kryeministri ka një ndjeshmëri shumë të lartë sa i takon punonjësve të administratës publike dhe më së shumti sa i takon grupit që mban barrën më të lartë punës. Dhe unë kam një bindje të bazuar në eksperiencë që kryeministri Rama ka bërë, po themi, gjën më të mirë dhe më të duhur të mundshme për të adresuar këtë në nivelet qoftë ministrore apo në nivelet e tjera të larta drejtuese, dhe këtë e them me bindje dhe përgjegjësi të plot publike, duke e ditur qasjen e tij. Pastaj, se sa është përgjegjësia e çdo ministri, e çdo titullarit lartë për të adresuar problematikat e po themi sektorëve të cilët mbajnë përgjegjësinë e punës, por janë edhe ato grupet më të marginalizuara. Pastaj ngelet në qasjen e punës së çdo ministri. Unë këtë nuk di të ta them se sa ministri apo ministria në fjalë ka adresuar apo jo, po themi, delegimin që është bërë nga ana e kryeministrit për ta zgjidhur çështjen, por ajo që them me bindje është që është 1000% e sigurt që kryeministri Rama e ka adresuar problematikën tek hallkat e më poshtme. Pastaj duhet themi që duhet marrim në konsiderat ndonjëherë edhe papërgjegjshmërinë e punonjësve vetë. Sepse punonjësit ndonjëherë kanë shumë pretendime, nga ana tjetër nuk janë ndoshta në lartësinë e duhur për të bërë ato që i takon të bëjnë. Nga ana tjetër mund të flasim ndoshta edhe papërgjegjshmëri apo vështirësi për të administruar të gjithë problematikat që dalin brenda një institucioni, do të thotë shumë voluminoze puna brenda një ministrie dhe që një ministër merret tek me po themi problematika që dalin të çdo punonjësi, patjetër prandaj janë hallkat më poshtë për ta zgjidhur këtë dhe për të mos çuar çdo problematik në nivel ministror. Por ne si shqiptarë kemi edhe një çik në kulturë që duam që zgjidhjet i marrim gjithmonë nga ai që është më i lartë në hierarki. Por ai që është më i lartë në hierarki nuk mund të merret me gjëra të vogla. Dhe është si fjala e të madhit Andreoti që tha nuk kam vese të vogla dhe praktikisht të mos paturit vese të vogla do të thotë që njerëzit e mëdhenj nuk merren me gjëra të vogla. Që të jemi pak racional kur e analizojmë këtë, nuk e kemi të faktuar. Unë thash edhe raporti ishte kjo që unë u cilësova, pra ishte bazuar në metodologjinë e Survey, nuk ishte as dispozita ligjore të drejtë për drejtë siç është akti komunitar, as nuk të impononte ty ndonjë rekomandim të drejtë për drejtë, por ishte një survey që duhet parë. Pastaj nga ana tjetër, sa i takon këtyre deklaratave që dalin në media apo çfarë thuhet, unë nuk e marr edhe 100% mirëqen me thënë të drejtë. Do ta kemi edhe një çik të faktuar rastin, apo mbase të kishte një denoncim, kishte diçka më faktike që ne ta diskutojmë më gjëre gjatë. E qartë, mirë, Arsita, për të kaluar pak tek debati i kryeministrit Rama me gjyqtarët, të cilët kanë kërkuar një rritje të pagave të tyre, ndjekim pak insert dhe rikthehemi. Besoj që të gjithë dinë se çfarë është një fushat dhe çfarë është një fushat kur e udhëheq unë së bashku me gjithë shokët dhe shoqjet e armëve të Partisë Socialiste. Një uragan që merr përpara, këtë i dali përpara, kur është fjala për një betejë politike. Po kjo nuk është një betejë politike, ne nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjykatësve. Dhe të vetë vendosurit në pozicion e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqat po kërkon është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën
tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Mirë, Arsita, si e sheh të gjithë konflikt? A jemi përballë tashmë një konflikti normal institucional apo është më tej një përplasje e hapur pushtetesh pra mes qeverisë dhe sistemit të drejtësisë? Po ka një përplasje pushtetesh, kjo është e dukshme, kjo ka qenë që me reformën në drejtësi, me vettingun, me këtë krahun e lirë që do të marri drejtësia, me rolin e SPAK-ut dhe të GJKO-s, dhe me mënyrën se si po procedon në një farë mënyrë strategjia e drejtësisë së re. Por ajo kjo përplasje pra mes dy pushteteve dhe ka një dispozit tjetër, pra po flasim për baza ligjore dhe është një diskutim i mbështetur mbi ligj, ku gjyqtarët luftojnë për parimin, që do thotë që me ligjin e miratuar në vitin 2022 dhe fillimisht ka qenë një ligj paraprakik 2016-s, pastaj me reformën e drejtësi të 2018-2019 u bën ndryshime duke rritur pagën e gjyqtarëve, pastaj në 2022 ka patur prapë një ndryshim ligjor i cili pagën e gjyqtarit nuk e vendos më të rritjen e pagës gjyqtarit, nuk e vendos më me rritjen e pagës më të lartë administratën publike, por në varësi të rritjes së pagës së presidentit të Republikës, ku paga e gjyqtarit nuk duhet të jetë më e lartë se sa 36% e pagës së presidentit të Republikës. Por, duke qenë se ka patur dhe rritja e pagës presidentit të Republikës është më relative se sa ndryshimet e pagave të tjera, që mund të konsiderojmë këtu pagën e njësisë më të lartë të administratës publike, të sistemit bankar, për Bankës së Shqipërisë, apo edhe të instancave të tjera, atëherë çfarë ka ndodhur me pagat e gjyqtarëve? Ata nuk janë rritur në mënyrë proporcionale me pagat e tjera që janë rritur në administratë publike. Dhe duke qenë se nuk ka patur një rritje proporcionale, duke qenë se ligji përkatësisht citon që duhet që paga e gjyqtarit të rritet proporcionalisht me rritjet e tjera në administratën publike dhe dispozita pra që paga e gjyqtarit do rritet në bazë të pagës së presidentit, ka çuar në një pretendim ligjor dhe një padi që këta kanë çuar në gjykatën kushtetuese dhe ju kanë drejtuar gjykatës kushtetuese për të përcaktuar pagën e tyre. Dhe sipas kësaj predispozite, gjykata kushtetuese ka tash autonominë pra për të vendosur mbi pagën e gjyqtarëve. Përplasja këtu është me sistemin e pagave dhe mënyrën se sistemi i pagave dhe në përgjithësi pagat vendosen nga qeveria dhe vendosen nga parlamenti. Dhe duke qenë se kjo bie në kundërshti me mënyrën se si funksionon sistemi i pagave dhe indeksimi i pagave në Republikën e Shqipërisë, kryeministri i vendit dhe qeveria kanë dalë në një deklaratë ku dalin, po themi gati në kundërshti të plot me pretendimin që gjykata kushtetuese të ketë autoritetin për të vendosur pagat e gjyqtarëve, gjë që do t'i sillte buxhetit shtetit një dëm prej 37 miliard lek në, po themi, një vit. Dhe pagat e gjyqtarëve do të kenë një rritje të konsiderueshme duke shkuar 7 deri në 9 milion lek në muaj për gjyqtarët e lartë, gjyqtarët kushtetues dhe përfshihet edhe kategoria e magjistratëve, pra prokurorëve. Dhe të ndodhur në këtë ngërç, pra që është ngërç institucional. Kemi një përplasje shumë fort